se të fillojmë, kërkojmë nga gjithë ju që me 1 minutë nderim të nderojmë të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e atë jotë. Lavdi. Këtë takim i organizon Balli Kombëtar i Kosovës me qëllim të përkrahjes së fuqishme të kuvendit gjithëpërfshirës Qam në rastin e shpalljes së pavarësisë së Republikës së Qamerisë. Urime Qameri, urime shqiptar së shpejti me Ballin Kombëtar drejt ribashkimit të trojeve shqiptare. Ne në kufi dikur moti në ndave Evropa. Po e dini more burra se as nuk në ka pyt e as nuk në ka kërku vota. Po atje diko largë në Berlin e prunë vendimin pash që shbën njërë ka për jetimin. Të nderuar të pranishëm, tani për ta shpall të hapur këtë takim, ftoj kryetarin e Ballit Kombëtar të Kosovës, zotin Selmon Berisha. Mirë dita, mirë se keni ardhur. Të nderuar vëllezër dhe motra. Sot është një element i madh historik i kombit shqiptar. Drejt kutijës Pandorës, drejt rihapjes të Bashkimit Kombëtar. Sot jemi të bu këtë të vim në emër Ballit Kombëtar të Kosovës ta përkrahim fuqishëm çështjen qame që sot shpallat në Den Haag. Ne, Balli Kombëtar, çdo orë ka punu, ka vepru për çështjen qame. Qeveria është një nyne e çështjes kombëtare. Andaj, do të ecim drejt analit të historisë. Historia ka ardhur koha, momenti dhe perspektiva. 3 elementet e para që janë rreth Bashkimit Kombëtar. Bashkimi Kombëtar duhet të jetë, do të vjen, po me përkrahjen edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe të Evropës. Ne jemi të bu sot këtu, Balli Kombëtar, që ta përkrahim fuqishëm idenë e kamotshme e një çështje madhore, jo vetëm Qamarisë, por edhe troje etnike tjera shqiptare, si Sanxhakin e Nishit, Sanxhaki i Pazarit të Ri, Malësia e Madhe, po ashtu edhe në Maqedoni, edhe Luginën e Përshevës. Ne kemi platformën e Ballit Kombëtar, e kemi të futne edhe në Këshillin Qendror Zgjedhor. Andaj, ne nuk e kemi heq nenin e Bashkimit Kombëtar. Pe pas lufte e kemi regjistru edhe na nuk do të nalim. Sa i përket çështjes, janë çështje shumë ndihshme, janë çështje që në Qamari arkanitaset dihet që ata janë asimilu, por të tjerët që janë si Shqipëni, si Turqi, si anë kanë botës, sot shpallet zyrtarisht qeveria në ekzil. Por do të punohet, do të veprohet, aty është statuti e programit, që do të përkrahet nga Balli Kombëtar. Ju faleminderit në pjesëmarrje, fjalën do t'ja kaloj moderatorit. Faleminderit kryetar, faleminderit e gjithë juve që jeni sot këtu për ta përkrahur një çështje madhore, një çështje shqiptare, një plagë e cila ndër shekuj ka qenë e pashëruar për ne shqiptarët. Dhe tani pa humbur kohë me një kumtesë për çështjen e Qamerisë dhe në përgjithësi të trojeve etnike shqiptare, fjalën ja kaloj në kryetarit të parë
të ballit kombëtar të Kosovës, profesor Hasan Shales. Të nderuar vëllezër e motra, zonja e zotërinje, mirë se keni ardhur në këtë tryezë shkencore. Urime pavarësia e Qeverisë. Burri i madh i kombit dhe nismetari i ballit kombëtar shqiptar Mithat Abdul Frashëri, që nga viti 1939 i nisoi dhe formoi ballin kombëtar në bashkëpunim me shumë adhetar të tjerë. Ai që atëherë tha, përderisa shqiptarët luftojnë kundër njëri tjetrit, bashkimi nuk do të bëhet. Balli kombëtar për plot 76 vite, gjithnjë ka pasur për aspirat dhe lufton për një Shqipëri natyrale etnike. Hiq me pak e hiq më shumë. Balli kombëtar i Kosovës në krye me kryetar zotëri Selman Berisha ka në plan çështjen e trullit etnik shqiptar, të Sanxhakut, të shqiptarisë, kuptohet të nishit, me pastaj të gjitha trojet tjera shqiptare, Kosovë lindore, Ilirit, Qamëri e Malësi e Madhe. Era fryn të megërsi mbi trojet shqiptare, Mis Edith Turhan, në librin e saj 20 vjet nga tresa ballkanike, pohon, Shqipëria duhet të prishet. Ky ishte qëllimi i fqinjeve. Vitet 1912, 1913, qenë vitet e kopit të madh. Shpata mizore e fuqive të mëdha dhe e fqinjeve të Shqipërisë godiste furishëm mbi trupin e sfilitur. Shqipëria u tkur. Shqipëria u mpak. Vija e kufirit kullon gjak. Hynt dhe dilte kancelarive plaku orakull, Evropa akull. Është vendi një krah shqiponje iken te Idrinos, e tjetri te Idrin. Shkon gjaku der në bark të kalit, shamit e zeza, liria. Në konferencën e ambasadorëve të vitit 1913, qeveria e Vlorës dërgoi në Londër një delegacion të kryesuar nga biri i Qeverisë Rasih Dino. Popullsia e Bregdetit, duke filluar nga kufiri i tanishëm i Shqipërisë me Malësinë e Madhe deri në Prevezë, është tërësisht shqiptare. Të grecizuar. Ishte një gojtari e rrallë në mbrojtje të çështjes shqiptare, por fati i Shqipërisë ishte vendosur. Qeveria u shkëput nga trungu mëmë i Shqipërisë. Në Qamëri, në acarin e dimrit të vitit 1912-1913 zhvilloheshin luftime të përgjakshme. Vullnetarët Qam, përballë ushtrisë greke të armatosur deri në vend, luftuan me trymëri të rrallë. Gjaku pikoi e hodhi rrënjë mbi gurë. Gjakun prej shpatave e fshin me shajak.
është një lloj basme. Kur spatëm armë, ne prej trupit e shkudëm njerën nga brinjët dhe e bëmë shpatën. Qeveria e Vlorës, mbrojtjen e Janinës e konsideronte të një rëndësie jetësore për ekzistencën e Shqipërisë. Në një telegram drejtuar Ismail Qemalit, thuhej, ka 8 ditë që qamëria përleshet pa mëshirë me armikun deri brenda në qytete. Vendin e shumë burrave të shquar që dhanë jetën e kanë zënë gratë të cilat marrin pjesë direkte në luftim. Një nga këto trimëresha që do të printe trimave ishte dhe Daje Sako nga Gardiqi i Paramithisë. Atje në Mulliri i Bardhë, Daje Sako ka dalë me manzere e Gjerdan. Daje moj të lumë të dora, sa plumba të shkrep revola. Me 6 mars të vitit 1913, Janina, qendra e vilajetit të Shqipërisë, së poshtme, ra. Në ditët e para të pushtimit grek, përfaqësuesit e qamërisë e të Delvinës i drejtoheshin Ismail Qemalit. Ata greket dhunojnë derin e grave, therin fëmijët në sy të prindërve. Çka se kanë bërë as barbarët e mesjetës. Në mars të vitit 1913, 72 krejër të Paris se Paramithisë thirrën gjoja për kuvend nga autoritetet greke. Papesisht, kapiten Deli Janaci, në komandën e të cilit ishin 140 antarët, me egërësi shtazarake masakruan në thika 72 krejët e Paramithisë. Masakra ishte e të mërshme. Bura të thellur, kafka të coptuara, gjymtyr të prera. Kush i shikonte merte aratinën, praktiste gjithçka. Ky ishte qëllimi i grekeve. Ky është fillimi i tragjedisë së Çame. Finalizim i saj do të ishte në nështrimi, çfarosja dhe spastrimi i dhunshëm etnik. Me 30 janar të vitit 1923, unë nënshkrua në Lozanë konventa greko-turke mbi shkembimin e popullsisë. Sipas kësaj konvente, greket e Turqisë vinin në Greqi, ndërsa turqit e Greqisë shkembeheshin me ta duke shkuar në Turqi. Marrëveshja përjashtonte çdo shkëmbim të popullsisë shqiptare. Por autoritetet greke, në kundërshtim me marrëveshjen dhe deklaratat e tyre, ndërmorën masa të gjithanshme për spastrimin etnik të popullsisë shqiptare të qamërisë, duke i etiketuar ata si turq. Në vitin 1923 u dëbuan 10.400 qamë, dhe në vitet 1924, 1925, edhe 20.000 të tjerë. Shkembimi u shoqërua me një terror të paparë. 17.500 refugjatët grek të Azisë së vogël që erdhën për të vendosur në qamëri, grabitën çdo gjë, shtëpi e pasuri. Popullsia Çame ngriti zërin e protestës,
para qeverisë greke, kundër dhunës dhe arbitraritetit. Patriotët qanë si Alidino, Asaf, Aldonati, Musademi nuk heshtën përballë spastrimit etnik të qamërisë. Faik Konica, Fannoli, Mithat Abdul Frashëri e të tjerë do të bashkoheshin zërit për t'i thënë ndalësh bërjes së qamërisë dhe largimit të popullsisë saj për në Turqi. Përfshirja në shkëmbimin e